Bismillahirrahmanirrahim, vllazërit të nderuar, këtu jemi në fshatin Janjev, komunën e Lipjanit, te familja Gashi, 7 antar. Kemi ardhur me ndihmu me pak ushqimore, me ndihmën e një vllau ton, pra veprim sopaj. Kemi ardhur me ndihmu kësaj familjes. Kjo familje jeton në këtë gjendje, na tash do të shikojmë gjithë bashku se si jeton kjo familje. Oj zot i shtëpis. A je kësaj dhe burr? Hajde bismillah. A do një musafir? Hajde bismillah. Shikoj këtu shkallë, ha? Përshëndetje, shqip. A je mirë? Qa po bani? Ka shtëpia to. Në këtë shtëpi të vogël jetoni, ha? 7 antar. Na tregoni si po jetoni, apo keni me hangër me pi? A merrni ndonjë ndihmë nga shteti? Me maru gjeta, me ulla ka shko ka. Apo ndoni diçka, si jetoni, ha? Me qenë se s'merrni asnjë ndihmë sociale. Po mësile me ka smut, ai ka risk. Smut pi zemë. Me kënë jeton këtu? Me gruaj. Edhe fëmijë, ha? Po spinja. Fëmijë në vogël, ha? Ata shikojmë gjithë bashku pamjen e kësaj shtëpisë. E ka tu te meku, pa. E ka tu te meku. Spinja pi. Ata shikojmë shtëpinë gjithë bashku. Hajde. E ka fini pa lëbëre. Vetëm këtë dhomë, ha? Vllazërit e nderuar, peshke në vetë kjo një dhomë ku jeton kjo familje. Sorry, il resto. Gjami e thymë, ha? E ko qitë bëse, e ko nditi. Hamburger, kja jeta. Yeah.